Një tjetër goditje e fortë në krimit të organizuar është shënuar përmes një operacioni të përbashkët të zhvilluar nga SPAK në bashkëpunim me autoritetet ligjzbatuese të Finlandës. Operacioni vjen pas një hetimi të gjatë dhe të koordinuar nëpërmjet autoriteteve shqiptare dhe atyre finlandeze, me fokus në rrjete kriminale që veprojnë në disa vende të Europës dhe që kanë lidhje të drejtpërdrejta me Shqipërinë. Sipas burimeve zyrtare, objektivi i këtij bashkëpunimi ishte goditja e grupeve të strukturuara kriminale që prej vitesh shfrytëzojnë territorin shqiptar si piknisje apo ndërlidhje për aktivitetet e tyre në tregjet europiane, përfshirë dhe vendet nordike. Kreu i SPAK, Altin Dumani, e vlerësoi këtë operacion si një nga arritjet më të rëndësishme në historinë e institucionit të posaçëm. Ky bashkëpunim është dëshmi e qartë se krimi i organizuar shqiptar ka shtrirë aktivitetin e tij edhe në vendet nordike, përfshirë Finlandën. Por njëkohësisht ky hetim i bashkët është tregues i qartë i besimit që autoritetet ligjzbatuese nordike i kanë dhënë strukturave tona të drejtësisë dhe zbatimit të ligjit. Besimi ndërinstitucional, profesionalizmi dhe përkushtimi i përbashkët na kanë mundësuar të godasim disa grupe kriminale, të cilët janë përgjegjës për trafikimin dhe shitjen e sasive të konsiderueshme të drogave të lloje të ndryshme, ku përfshihen droga sintetike, kokainë, marijuanë e tjerë. Dumani theksoi se ky bashkëpunim me një vend nordik është jo vetëm historik për SPAK, por është një sinjal i qartë për të gjitha strukturat kriminale se asnjë vend nuk është më një streh sigurt për veprimtarinë e tyre. Hetimet për këtë rast vijojnë dhe pritet të ketë detaje të tjera në ditët në vijim, ndërsa autoritetet shqiptare dhe ato finlandeze janë të vendosura të shkatërrojnë të gjitha hallkat e këtyre rrjeteve kriminale me përmasa ndërkombëtare.